Ndërkohë një tjetër shikues tjetër, festimi ju pyet, a lejohet që femra të shpojë hundën për të vendosur vath me të vetmin qëllim sepse ka dëshirë? Çështja e shpimit të hundës apo të veshit në përgjithësi do thotë është një problematik që ka të bëjë me traditën apo me zakonet e njerëzve apo shoqërive në përgjithësi. Prandaj neve duhet ta kemi parasysh se Islami përballë thotë traditës, orfit që i thënë në gjuhën arabe apo zakonit, do thotë nuk ka një qëndrim do thotë refuzues në kuptimin që mos të pranoj atë, po të njëjtin kohë do thotë nuk është që çdo traditë të përvetësohet apo të jetë e pranuar në Islam, por ajo do thotë matet nga peshorja e lejimit edhe ndalimit se a është do thotë a ka në të ndonjë dobi apo jo, dhe nga ky vështrim do thotë vlerësohet se a lejohet të përdoret apo jo. Duhet ta kemi parasysh se ta shpjegoj do thotë këtë çështje pak ma detajzuar për arsye se ngrihet kjo pyetje nga shumë do thotë njerëz të cilët ballavaçohen me kultura të ndryshme dhe me praktika dhe adete do thotë të shoqërive të ndryshme. Dietar tanë të nderuar do thotë fukahat në për librat e tyre kur kanë folur për zbukurimin e femrave, kanë folur do thotë për çështjen e përdorimit të shpimit të veshëve dhe përdorimit të vathve. Dhe për këtë do thotë shtjellohet shumë qartë dhe te ulemat, posaçërisht te ulemat Hanefi dhe te Hanbelit në përgjithësi, kjo gjë është e praktikueshme dhe e pranuar dhe nuk ka gjë të keqe. Edhe pse disa prej fukahave, juristëve islam kanë mbajnë rezerva në lidhje me shpimin e veshëve, duke u mbështetur në atë se është një lloj mundimi e cila shkaktohet gjatë shpimit dhe ky dhimbje do thotë nuk është e nevojshme. Pra edhe thonë dhe nga ky vështrim kanë thënë se nuk lejohet shpimi i veshme. Mirë, po nëse shohim historinë, domthonë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë shohim se praktikimi i shpimit të veshëve dhe përdorimi i vathve për femrat ka qenë e njohur në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ky vërtetohet apo ky veprim vërtetohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili tregohet nga Abdullah ibn Abbas dhe nga të tjerët se i dërguar Allahut në ditën e Bajramit ka dalë do thotë me fal namazin e Bajramit dhe në atë namaz kanë dalë edhe burrat edhe femrat, edhe gratë në përgjithësi. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka mbajtur një ligjërim për burra në një kohë gjatë Bajramit, pastaj kur e përfundoi do thotë ligjërimin e burrave, shkoi te gratë për arsye se ishin gratë do thotë në një anë tjetër të vendit, se falja namazit të Bajramit është bërë në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është bërë në fush, jo në xhami, për shkak të numrit të madh domthonë të pjesëmarrësve. Dhe zëri i tij nuk dëgjohej do thotë edhe te gratë për arsye se ata ishin më larg. Edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam pasi që e përfundoi ligjërimin me burrat, e morri Bilalin radiallahu ta'ala anhu me vete edhe shkoi te gratë dhe aty do thotë e mbajti një ligjërim gjithashtu ku i nxiti do thotë gratë dhe femrat për sadaka, për japjen e lëmoshës, për ndihmimin e të varfërve. Edhe Abdullah ibn Abbas tregon se thot mas përfundimit të ligjërimit nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëre gratë fillon do thot me nxjerr apo me largu nga vetja do thotë çaforët e tyre dhe nga veshët do thotë stolit e tyre dhe nga veshët stolit e tyre dhe kështu do thotë ja dorzonin Bilalit për me i shpërnda ato si sadaka. Atëherë nga ky hadith kuptojmë se si ato stolit që i kanë pas në veshët e tyre, po nuk kuptojnë se pas kanë pasur vath të cilat i kanë shpuar dhe nga ky vërtetohet se kjo praktik ishte e njohur edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe me disa hadithe tjera. Kurse për sa i përket shpimit të hunës apo shpimit të buzës, themi ne, apo ndonjë vend tjetër në trupin e femrës, themi se kjo është shpjegu edhe është fol nga dietar bashkohor dhe posaçërisht do thot për shpimin e hunës janë disa kritere të cilat nëse mund të apo nëse janë të parashihen se janë do thot plotësohen tek një grua, atëherë mund ta bëj apo mund të praktikohet kjo gjë. Për arsye se kjo ndërlidhet edhe me shoqërinë, do thot se sa është e njohur do thot kjo praktik apo jo. Pra kushti i parë është që
femra këtë mos ta bëj për t'i përgjasu ndonjë jo besimtareja, apo ndonjë artisteje, apo ndonjë këngëtare e kështu me radhë, mos me qenë do thotë ky shkaku i shpimit, do thotë përgjasimi i jo besimtareve. Nëse është ky shkaku, atëherë është e ndaluar. Kriteri i dytë është që ky shpim mos jetë diçka ekstravagante, në kuptimin do thotë të jetë diçka e panjohur në atë shoqërinë në cilën jeton, sikurse që është fakti tek ne. Shpimi i hundës tek ne nuk është i njohur, ose të them më mirë do thotë është e njohur vetëm tek ata njerëz që nuk lavdërohen për nderin dhe për moralin e tyre. Me një fjalë do thotë tek ata njerëz apo ata gra apo edhe ato femra apo edhe ato meshkuj fatkeqësisht, të cilat njihen do thotë me një lloj po them me një fjalë degenerimi dhe tejkalimi do thotë të moralit, e përdorin dhe e bëjnë do thotë një praktikë të tillë. Prandaj në një formë tek ne ndoshta është e drejtë që mos ta praktikojmë do thotë shpimin e hundës, por nëse besimtareja do të ishte në ndonjë vend ku në atë shoqëri shpimi i hundës është diçka normale apo praktikohet si zbukurim për femrat, sikurse që është do thotë në Indi apo në vende ndryshme të Pakistanit, atëherë do të themi se praktika e tyre apo e femrave në për ato vende muslimaneve nuk do të ishte ndaluar, por në vendin ton, në rrethinën ton, rrethanat tona, atëherë kjo nuk do të ishte e drejtë. Prandaj themi se e drejta apo e saktë është që një femër muslimane e cila dëshiron me qenë e përkushtuar ndaj Zotit madhruar, do të ishte më e drejtë që mos ta shponte hundën e saj për faktin se ajo tregon një lloj ekstravagance edhe një lloj përgjasimi ndaj jo besimtarve apo spaku ndaj atyre njerëzve të cilët nuk njihen do thotë me moral të mirë dhe me një nder do thotë nga në praktikën e tyre. Zoti i di më së miri.